Nëse keni hithra në shtëpi, kurrë nuk do të vuani nga këto probleme. Hithra është ndërbimet medicinale që është përdorur ndër shekuj, vazhdon të përdoret edhe në ditët e sotme dhe njihet për vetitë e saj kuruese lehtësuese kundër një sër komplikacionesh. Ndonse shumë mund ta konsiderojnë atë si një barë të keq që rritet vende pa vend. Gjyshet gjithmonë e kanë gatuar byrekun të shijshëm me hithra dhe lakrat e egra. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe kanë krijuar me to receta të ndryshme të cilat kanë marrë përfitime të rëndësishme shëndetësore në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Ajo cilësohet gjithashtu si mbretëresha e bimëve kuruese, por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i hithrave në menunën tuaj ditore dhe cilat janë benefitet që ajo ofron. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në prodhimin e qumshtit dhe rritjen e energjisë pas lindjes. Larja e kokës me ujin e hithrave këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Hithra gjithashtu rekomandohet edhe për flokët e yndyrshëm. Hithra do të forcojë edhe testosteronin, i cili ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm kjo bimë jep edhe në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës mund të jetë një aleat i mirë i organizmit edhe kundër komplikacioneve të diarres dhe tretjes së vështirë. Hithra hidraton lëkurën e thatë dhe parandalon gjithashtu komplikacionet e saj. Përdoreni çajin e hithrës për të ofruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Zjeni disa gjethe të hithrës, bëni kompresa me ujin e fituar pasi hithra ka lëshuar vetitë e saj. Megjithatë, si në çdo rast kur merrni medikamente të caktuara, si për shembull medikamente për diabetin, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen shëndetit dhe gjithashtu të mirat që do të ndikojnë për vlerat e saj për organizmin. Hekuri është i domosdoshëm për organizmin, ndaj mund të përmirësojë edhe metabolizmin. Shtimi i hithrave në dietën tuaj ditore do të luajë një rol fantastik në marrjen e këtij minerali shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Ai është i rëndësishëm për procesin e hemoglobinës dhe gjithashtu mund të ofrojë një mbrojtje efektive të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra është e pasur me hekur, i cili është hekuri bimor që do i japë më shumë vlera shëndetit dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Në vendin tonë, hithrat janë përdorur si në gatim, ashtu edhe në trajtime të ndryshme natyrale për shumë komplikacione. Kjo bimë është përdorur ndër shekuj, edhe për të lehtësuar problemet e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni ose nga pluri. Hithra, fal vetive të saj diuretike, është përdorur gjithashtu edhe në trajtimin e problemeve të veshkave dhe të infeksioneve urinare. Hithrat, fal vetive të tyre mund të lehtësojnë shumë komplikacione. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar gjithashtu lëngjet e tepërta të prodhuar në organizëm, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti Plymouthi doli në përfundimin se hithra mund të përdoret edhe për trajtimin e artritit. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave të tyre u qetësuan ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët për gjatë gjithë trajtimit një javor. Por përse funksionon hithra kundër problemeve të artritit? Sipas studimeve të mbledhura nga studiuesit e Universitetit të Plymouthit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës që gjendet kryesisht edhe te përdorimi i hithrave. Këto të dyja substancat janë neurotransmetorë të cilët ndihmojnë në kundër goditjeve në tru dhe gjithashtu lehtësimin e dhimbjeve të sinjaleve të tyre. Ekspertët shtojnë hithrën në menunën tuaj ditore si një përzgjedhje mjaft të mirë në lehtësimin e këtyre dhimbjeve. Nga ana tjetër, hithra mund të konsumohet gjithashtu në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, edhe për të lehtësuar dhimbjet dhe inflamacionet. Gjithashtu,
Metoda e parë e trajtimit të përdorimit të hithrave është ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje të forta, një pastë me gjethet të hithrave të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet e hithrës edhe më pas t'i mbani ato në zonën e gjurit ose në vendin ku keni dhimbje të kombinuara me vajin e ullirit për 10 deri në 15 minuta. Përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të larmishme dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet. Nëse nuk i duroni dot djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj mund të reagojë ndaj këtyre trajtimeve, mund të provoni metoda të tjera të cilat janë më të pranueshme për shëndetin tuaj. Gjithashtu, mjafton që të pini lëngun e gjetheve të hithrave të njoma dhe kështu do të merrni përfitimet e tyre shëndetësore. Gjithashtu përdorimi i hithrave të njoma ose të thata mund të qetësojë edhe dhimbjet e shkaktuara nga artriti, citoi studimi. Konsumojeni këtë çaj vazhdimisht për të paktën 3 herë në ditë. Rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike dhe lehtësuese kundër problemeve, të cilat i kanosen organizmit tuaj gjithashtu edhe me kalimin e viteve. Hithra është një bekim i vërtet për ata persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga alergjitë sezonale. Sekreti i saj qëndron kryesisht edhe tek largimi i lëndëve të dëmshme që i vijnë trupit dhe pasurimi i organizmit edhe me lëndë të mira që mbajnë larg infeksionet dhe inflamacionet. Ndaj, përdorimi i tyre në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra çliron nga alergjitë e shkaktuara nga poleni, por studimet e fundit kanë konfirmuar se hithra ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të ekzemave, mjollave dhe problemeve të skuqjeve të lëkurës. Hithra shton gjithashtu edhe qelizat T, të cilat janë thelbësore edhe për mbajtjen nën kontroll të reagimeve tuaja alergjike. Një racion i shtuar me hithra i gatuar përpara ushqimit ndihmon njerëzit që vuajnë nga alergji të lehta ndaj disa produkteve ushqimore. Vlerat ushqyese të hithrës janë të larmishme në mbrojtjen e shëndetit, dhe përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një aleat shumë i mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hithra është gjithashtu një plotësuese shumë e mirë e nevojës tuaj për hekur kur vuani nga problemet e anemisë. Hithra do të përmbajë shumë minerale të hekurit, klorit, vitaminës C, të cilat së bashku mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe rimëkëmbjen e shpejtë të tij. Kjo barishte e shkëlqyer për disa njerëz mund të ofrojë edhe zgjidhjen efektive kundër komplikacioneve që i kanosen për shëndetin. Fakti që hithra do të ulë inflamacionin e bën atë tepër të rëndësishme edhe kundër problemeve të artritit. Ekspertët shpjegojnë se kombinimi i hithrës me shafranin e Indisë ose edhe me pluhurin e xhenxhefilit mund të ulë gjithashtu inflamacionet e artritit dhe të lehtësojë edhe dhimbjet që i shkaktohen atij. Ndaj, përdorimet të tilla të hithrës mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë efektive në mbrojtjen e shëndetit. Gjethet e hithrës janë unike për përmbajtjen e mirë të proteinave, vitaminave dhe mineraleve esenciale, që i vijnë në shëndetin tuaj në shumë përfitime. Hithra do të plotësojë gjithashtu nevojën ditore për hekur, gjë që e bën atë ideale për njerëzit që kanë një sistem të dobët imunitar dhe kanë gjithashtu mungesë të theksuar të energjisë së tyre. Përdorimet të tilla të hithrës do të japin rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Hithra duhet të mblidhet pa çelur lulja, kështu ajo do të ofrojë të gjitha vetitë e saj të rëndësishme shëndetësore dhe do të mbajë larg një sër komplikacionesh. Hithra mund të përdoret në kuzhinë në receta të ndryshme dhe gjithashtu, rezultatet që do të merrni prej vlerave të saj do të bëjnë ndryshime të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit, por duhet të dini edhe aspektin e saj negativ për shëndetin. Hithrën, përpara se ta përdorni si recetë trajtuese kundër komplikacioneve që ju kanosen, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos në rastet kur merrni medikamente të caktuara të cilat mund të kundërveprojnë me njëra tjetrën. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.